parë që unë kam qenë një djalë, i ri e akoma, po më i ri se tani, me shumë ëndra dhe kisha dhe mundësin të largohesha nga Shqipëria, po se bëra. Mund të më thuash pse? Po, në fakt, e dua shumë vendin tim, e dua shumë Shqipërinë. Unë kam shumë vite që jam kthyer në fshat, sepse që dini, unë jetoj në Berat në fakt. Aty kam edhe punën që punoj. Por për disa vitesh jam kthyer këtu dhe kam shtuar më tepër letarinë. Kam filluar të prodhoj uthull mollë egër dhe kemi akoma më shumë ëndra për të bërë, inshallah t'i realizojmë. Pra përveç mjaltit, uthull është një tjetër prodhim i këtij vendi. Po, uthull me mollë të egra. Vetëm me mollë të egra. Mollë të egra. Mollë e egra është një mollë, e cila rritet në mënyrë të natyrshme në pyll, që normalisht nuk ka asnjë lloj kimikati, nuk ka asnjë lloj përdorimi të ilaçeve. Dhe nxjerr një nga uthullat më të mira në botë, domethënë. Uthullla e mollës së egër është uthullla më e mirë, nuk ka mbi uthullin e mollës së egër. Kemi filluar fillimisht kemi pasur pak problem tregtimin, sepse duke qenë që na njohin si familje mjalti, edhe nuk është se jemi njohur për uthullin, edhe fillimisht kemi pasur. Por tani me kalimin e kohës kemi filluar të shtojnë klientët dhe shpresojmë të bëjmë diçka më serioze, diçka një mini punishte në të ardhmen. Për çfarë shërben më shumë uthulla? Uthulla përdoret për shumë gjëra, por mund të themi për diabetin është. Ul gliceminë në gjak dhe kolesterolin, në qesh më kryesore. Pastaj edhe e përdorin për dieta për dobësim, gjithmonë duke mbajtur pak në rregull të pjesën e ushqyerjes, sepse në rast se do hash ushqim pafund, uthullla nuk ka çfarë të bën as i lloj ushqimi tjetër. Më the, folëm edhe për fillimin, po unë nuk të prezantova ty si mësues italisht, edhe pse kjo është puna që ti bën. Edhe doja të dija përveç punës që bën edhe bletëritjes, po çfarë sfidash ke kaluar ti për këtë biznes? Ne në fakt më tepër kemi pasur pjesën e rrugës pa asfalt. Siç e pat ju gjatë rrugës, rruga ka qenë e tmerrshme. Kemi 20 vjet që bëjmë gati 50 herë në vit nga Berati në fshat dhe ka qenë e bëjmë për 2 orë. 2 orë ardhje, 2 orë prapë që kthehemi prapë në shtëpi. Kjo ka qenë sfida më e madhe. Por tani duke filluar me asfaltimin e rrugës, po bëhet diçka më e thjeshtë dhe mendojmë që vitin që vjen 26-ën të jetë gjithçka në rregull. Pastaj pjesë tjetër kemi pjesën e sëmundjeve të bletës. Varroa është një sëmundje që na ka bërë goxha deme, mund të themi. Ka pasur vite që kemi pasur në shpërgjysmuar parku i bletëve, edhe këtë vit patëm goxha humbje nga varroa. Por që jemi munduar me anë të ilaçeve organike që ta përballojmë, domethënë. Këtë vit shqyr jemi mirë. Ka ndonjë insekt e lufton, e ngacmon, nuk e le të bëj prodhimin siç duhet, shkon te lule që bleta shkon ndoshta në të ditë? Ka, është brumbull në fakt që e sulmon, por realisht nuk janë insektet ata që dëmtojnë bletën. Janë sëmundjet. Vetëm sëmundjet. Është varroa, është armiku kryesor i bletës. Ne kemi kalendarin e kurimit të bletëve. Gjithmonë përdorim ilaçe organike që mos të lënë mbetjen e mjaltit, sepse kur flas për mjaltin cilësor, zakonisht njerëzit kanë përshtypjen që mjalti cilësor është vetëm mjalti ka sheqer apo nuk ka sheqer, vetëm kjo është kryesorja. Por përveç saj që është normalisht është kryesore, më kryesore është ilaçi kurimi, sepse në rast se nuk është organik ilaçi, lën mbetjen e mjalt. Normalisht mbetja është kancerogjene dhe nuk është e mirë për njeriu. Po përveç sheqerit edhe kësaj që më the, ka disa pika tjera që e dallojnë një mjalt të mirë nga një mjalt më pak i mirë se mjalt. Përgjithsisht mjalti ngrin dimër. Themi kristalizohet në gjuhën shkencore, por që nuk mund të themi eksaktësisht, nuk mund ta dallojmë eksaktësisht. Ngrin dimër mjalti, por ka disa mjalte që nuk ngrin. Dhe kjo është normale që nuk ngrin. Për shembull, mjalti lofatit nuk ngrin dimër. Ne kemi marrë vjet mjaltin e parë, kemi mjalt lofat e vjet dhe nuk ngrin mjalt lofatës. Pavarësisht se është shumë i mirë, po prapë nuk ngrin. Por disa njerëz, domethënë, keq kuptojnë, domethënë, duke parë që mjalti nuk ngrin, thonë që ky ka ndonjë hile që nuk ka ngrirë. Por realisht mjalti lisit, mjalti lofatës, çfarë janë mjaltet që prodhohen në pyll, jo nga nektari, nuk ngrin. Kjo ndodh për shkak të glukozit, sepse ka glukozë të ulët. Një mjalt nëse ka glukozë të ulët, nuk ngrin. Duke pasur kjo është faktor kryesor. Ka dhe një gjë, duke qenë glukozë i ulët është një mjalt gjithëpërfshirës. Do të thënë, një mjalt që përdorin njerëzit normal, përdorin njerëzit që kanë diabet, nuk ndikon fare te sheqeri. Për shembull, folëm pak më parë për maren. Mjaltin e marrës mund ta konsumojnë gjithë diabetikët. Nuk e rrit fare sheqeri në gjak, është shumë normal. Po, për shembull, çfarë e dallon një mjalt
i një lule me një lule tjetër. Ja, për shembull, po shoh disa lule këtu, nuk e di nëse në të gjitha lulet merret fjalë. Ky është tërfili. Tërfili, ky këtu i bardhë. Ky është mund të themi mizotrus, te mjalti jon shumë lulësh, sepse në mjaltin kryesor kemi shumë lulëshin. Shumë lulëshin. Na vjet fjala që përfshin gjitha lulet e muajit maj qershor. Dhe kryesore kemi tërfilin këtu. Në tërfili është gati 70% të gjithë fshatet është tërfil. Po shikosh patet e rrugës, gjithë rrugët, gjithë natyra këtu është vetëm me tërfil. Edhe për shembull, ne që merrem me këtë punë, për shembull, e kuptojmë kur marrim shumë lulshin, themi që këtë vit është mizotrus tërfili, apo është nga aroma, nga ngjyra, nga shija, nga aroma, për shembull, tërfili ka një aromë tjetër. Kur e hap vazon e mjaltit tërfilit ka një aromë, për shembull, që ne që kemi kohë e njohim më një herë, domethënë. Sa mjalti i shërbelit kur ka shumë shërbel, mjalti ka shumë nektar të shërbelit, ka aromë më të rëndë, është më fortë se tërfili. Por që normalisht nuk ka të sasinë e tërfilit, sepse ka më pak shërbel sa tërfil në zonën tonë. Sa kohë i kushton procesi të bletëritjes? Shiko, zakonisht thuhet që bletëria është e thjeshtë, mjafton veri kollare, thonë njerëzit, edhe nuk ka nevojë fare, është e thjeshtë. Por realisht, kur je profesionist bletësh, kur ke një sasi të madhe ose një numër të madh bletësh, nuk është me sport, është një punë që kërkon shumë pasion çdo muaj të vitit. Fillon që janari deri në dhjetor ka vetëm punë. Por normalisht ka muaj që është puna më e ulët normalisht. Janari shkurti për shembull është më pakt në punë, pastaj marsi fillon normalisht puna e rritet, por muajt që është puna më e madhe janë muajt e prillit, maj dhe qershorit, ku puna është shumë e madhe, sepse fillon shtektimi i bletëve, lëvizja e tyre, etj. Fillon rohitja që pam dhe në fillim të filmimit.